Të nderuar xhamatlie, falenderojmë Allahun, Zotin ton, dhe nga thellësia e zemrave dhe shpirtrave ton të pastërt, tërhamdin, falenderimin për uljen në nështrimin i ashprehim atij. Allahun ton e falenderojmë prej tij falje, udhëzim, mëshirë, rahmet, shërim kërkojmë. U dërgojmë selavatë dhe selamet tona të përzemërta dhe të sinqerta pejgamberëve të Zotit xhalleshanuhu në përgjithësi dhe në veçanti, vulës së krejt pejgamberëve dhe më të dashurit të Allahut xhalleshanuhu, krijesës më të pastërt dhe më të ndritur që ka shkel mbi sipërfaqen e tokës, e ai pa fije dyshimi është Muhamedi, paqja, mëshira, rahmeti dhe mirësitë e Zotit xhalleshanuhu qofshin mbi të dhe mbi ne besimtarve musliman që me shumë krenari dhe me përulltësinë më të mirë dhe më të ndershme e pasojmë dhe ndjekim rrugën, traditën, sunetin e pejgamberit alayhi salatu vesselam deri atëherë ku Allahu te bareke ve teala, krijuesi jon dhe i gjithësisë dhe i çdo gjëje që është në të dhe mbi të dhe rreth saj, ka përcaktu për ne që të mos ketë ditë më. Vëllezër besimtar, nuk ka si më shumë të na nderoj Allahu te bareke ve teala se në këtë ditë xumaje fest e javës për muslimanin, e kur ajo rastis të jetë edhe në muajin e bekuar, muajin e madhërishëm të Ramazanit, është me të vërtet një shansë e jashtëzakonshme, shumë e madhe, që nuk përsëritet më gjatë jetës përveç në një Ramazan tjetër, se kjo madhështi ka që madhe, që Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelleshanuhu e ka bo për neve, e ka dërgu dhurat për neve, mënyrë që ne ta shfrytëzojmë këtë ditë dhe këto ditë që janë ditë të numruara, siç ka thonë Allahu xhalleshanuhu në Kur'an, dhe ashtu siç edhe po na vërtetohet edhe ne, me të vërtetë në jetën e gjithmonshme se sot një javë fillum fillet e para të muajit të Ramazanit apo shkon një javë. Shkon dhe java tjetër edhe java tjetër, edhe jeta jonë përgjithsisht dhe me emrin e Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelleshanuhu duke shpresu në premtimet e tij të mëdha, ne do të dalim faqebardh para të Madhit Zot xhelleshanuhu duke i shfrytzu këto madhështi, këto ëmbëlsi, këto mirësi, këto begati të mëdha të Zotit xhelle xhelaluhu ve xhelleshanuhu. E ky muaj i bekuar i Ramazanit, synimin në ndër synimet, se ka shumë synime, po në ndër synimet e mëdha e ka edhe ndryshimin e personalitetit të njeriut. Me që Allahu xhalleshanuhu dhe pejgamberi jon alayhi salatu vesselam ka thonë: kërkojeni, shtojeni, përmirësojeni veten, diturinë, madje prej djepit deri në varr, dituria gjithmonë e përmirëson besimtarin. Dituria gjithmonë e ndryshon besimtarin për mirë. Prandaj, edhe ky muaj i bekuar i Ramazanit, synimin kryesor e ka me e ndryshu personalitetin e njeriut, me e ndryshu njeriun në të mirë. Sepse nuk është pak që ummeti islam në përgjithësi agjeron dhe përjeton Ramazane. Mirë po, sikur me të vërtet t'ja dinim synimin, qëllimin, urtësinë, ëmbëlsinë kryesore të muajit bekuar të Ramazanit, do të ishim pak më të ngritur në të gjitha aspektet. Nuk do të ishim
në këto nivele në të cilat fatkeqësisht kemi mbet na qoftë na këtu, po dhe përgjithsisht si ymet islam në botë dhe në glob. Do të ndronim në të gjitha aspektet. Do të ishim ma të bashkum, do të ishim ma të sinqert, do të ishim ma të përparum, do të ishim ma të shkollum, do të ishim ma të civilizum, do të ishim ma të kulturum. Sikur vërtet ta shihnim edhe t'i qosëshim Ramazanit edhe synimeve edhe qëllimeve të ëmbla që i ka Ramazani dhe jeta e njeriut në përgjithësi. E ndryshimi i parë që duhet ta bëj njeriu është ndryshimi shpirtëror. Sepse nga këtu buron çdo gjë. Gjithmonë qysh njeriu është në aspektin shpirtëror, reflekton shpirti edhe në aspektin e jashtëm fizik. Dhe ne kemi thonë që Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu komunikimin kryesor me ne e ka përmes zemrave dhe përmes shpirtave tonë. Po një emet e madhe është mesin e umetit islam në përgjithësi, po edhe sidomos te ne si shqiptar në veçanti, që e kem pak një mentalitet shumë jo të duhur se e kena zër me pranu ndryshimin. Unë këtu flas para juve, sikur unë jam 100% në rregull, po juve jam të ju të regue çka thot Zoti, çka thot Muhamedi, çka thot drejtësia, çka thot urtësia, çka thot Kurani, çka ka qëllim Ramazani. Ju, për me konë tamam qysh duhet edhe ligjërimi, edhe islami, edhe Ramazani, unë këtu i pori du të me fol, mas pori për vetën tem, i fol vetës tem, me këshilu edhe me eduku vetën tem, tani të gjithë ata që janë të pranishëm, mos me ndëgju e këshilën fjallën e Allahut, sikur unë jam në rregull se unë jam në xhami, unë jam të u fal, unë jam në rregull se unë jam të agjeru. Këto fjallë që kanë zbrit për ata që janë jashtë xhamis, për ata që nuk po agjerojnë, për ata që janë jashtë rrugës Zotit, për ata që janë jashtë islamit, për ata që janë jashtë praktikimit të islamit. Fatkeqësisht, qështu i qosemi na ka një herë, duke mos e pranue se na kena nevoj mas pori për ndryshim. Na kena nevoj për ndryshim. Zemra tona kanë nevoj mas pori për ndryshim. Se kështu shokët e pejgamberit alayhi salam, gjenerata më e ndritur në sipërfaqe tokës, e përjetonin fjalën e Allahut Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu. Dhe kur i zbret të pejgamberit alayhi salatu vesselam ajete kuranore nga qielli përmes Xhibrilit alayhi salam, dhe i thërte pejgamberi e u akumtonte zbritjet e ajeteve. Ata thonin të gjithë e ulnim kokën fort poshtë dhe mundoheshim në tokë me hi, sepse i thonim vetes tonë që kjo ajet për mu pas ka zbrit. Që kjo vrejtje për mu pas ka zbrit. Që kjo këshill për mu pas ka zbrit. Mos unë jam aj se bepi që për një veprim temin këmbo që me zbrit një ajet i Kur'anit. E kjo është zemra që e pranon ndryshimin. Zemra që e pranon përmirësimin. Dhe pika e dytë
ndryshimi në aspektin moral. E ndryshimi në aspektin moral ndodh kur na agjerojmë me krejt qenjen tonë. Kur na nuk agjerojmë vetëm duke u shmong prej etjes edhe uris. Kur veç largohemi prej bukës dhe prej ujit. Jo, synimi, qëllimi kryesor i Ramazanit nuk është me lënë njerin pa hangër dhe pa pi. Unë e kam thonë edhe një herë për përsëris deri sa t'jam. Se qëllimi, urtësia kryesore e Ramazanit është njeriu me ndal, me shmang, me largu prej veseve të liga, mas pokti. Ramazani ka qëllim njeriu me nol pe ushqimit edhe prej pijes. Ma minorja, ma e vogla, ma e fundit është ajo çka na fatkeqësisht ka një herë e kena mas problemi. Pse? Se menojmë që veç çajo është për Ramazanin. Veç unë jam të agjeru. Pse? Buk s'po ho uj s'po pi, agjeru shumë jam. A foli fjallë të ndyta, a këqyri gjona jo të ndershme, a punoj punë jo të ndershme, a ecin e për vende jo të ndershme, a ja menoj të keqen dikujt agjeru shumë, a e shoj dikon agjeru shumë. Nuk është më rëndësi, po jo më, po i thot dikush e këshillon, ma be vlla se je agjeru shumë nuk ban me fol fjallë në dyta, me punu, po qka në me hangër s'po, me pi s'po pi, agjeru shumë jam, të ninu jam. Po nuk është qëllimi i agjerimit me nejt pa hangër dhe pa pi. Fjala e fundit e ajetit Kur'anit që citum më lartë, që Allahu tha leallekum tettekun, që përmes agjerimit me ju bot devotshëm, është mu mundu e na me u largu edhe prej fjalëve banale, edhe prej shikimeve banale, edhe prej veprave banale, edhe prej vendeve banale. Pra kjo është agjerimi me krejt qenjen tonë. Qështu, kur ta agjeron njeriu me krejt qenjen, e bën një lloj ushtrimi, e bën një lloj trajnimi, e bën një lloj trajtimi një mujor, që mas Ramazanit tani e ka ma let mu largu edhe prej fjalëve, edhe prej veprave, edhe prej shikimeve, edhe prej vendeve, edhe prej krejt gjanave. E që kjo është ajo urtësia kryesore që ka Allahu Gjellëshanuhu me na i çu një mujdit trajnim, një mujdit trajtim, sikur qysh sot kanë morë mësim edhe yrnek, edhe bota moderne, demokratike, edhe i qojnë mësusat në për trajnime, i qojnë policinë në për trajnime, i qojnë hoxhëllorët në për trajnime, i qojnë njerëzit në për trajnime, i qojnë prindrit në për trajnime, krejt njerëzit i qojnë në për trajnime me kry trajnime të ndryshme, dhe përmes atyne trajnimeve, ata ngriten, e ngrisin vetdijen edhe kulturën e punës tyne. Që qëllim e ko Zoti Gjellëshanuhu me na trajnu neve një mujdit që mas Ramazanit na tani me pos ma kollaj mu largu prej vetive jo të mira. Dhe ndryshimi praktik. Pra, ajo qka na e tham deri tash, se ne duhet ta pranojmë ndryshimin. Na duhet ta shohim veten, vallai po me thon, pasha Zotin, unë jam nashta ma i ligi në këtë mes. Nashta mas shumë të kam nevojë unë me e thellu diturin. Nashta mas shumë të kam nevojë unë me u përmirësu në aspektin morale, njerëzore, krejt. Dhe jo me po veten si të përmirësu shumë, me po veten si të pa nevojë shumë për përmirësim, po me këqyr ka të tjerët. E kur nuk e harroj ka i herë
kur legjeronin hoxhallarët dhe na falim xhumon, disa individ prej safit ktheheshin mrapa me atë pretendimin apenini çfarë ju thet hoxha. A vetëm, do thonë, ky nuk po flet për mua, po ngon e jo, se vetëm unë jam i përmirësueshëm. Dhe jo, ne këtu mas pari do të fol për veti, tani për të gjithë, e të gjithë pranojeni nevojën për përmirësim. Të gjithë pranojeni nevojën për ndryshim. Të gjithë për uluni para nevojës së ndryshimit te Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu. Askush mos rrezikohet nga mendje madhësia. Askush mos rrezikohet nga riaja, nga dyftërshia, nga smundja e zemrës. Se smundja më e rëndë që mundet me godit besimtarin është mendje madhësia. Ne bom i shku menja dikujna që unë s'kam nevojë për ndryshim, unë s'kam nevojë për përmirësim, unë s'kam nevojë për edukim, unë s'kam nevojë deri në fund, ai mas shumti ka nevojë për përmirësim e për ndryshim. Allahu xhelle shanuhu na bof me kuptue urtësinë, ëmbëlsinë dhe mirësinë e Ramazanit që ka për qëllim ndryshimin e besimtarit në të gjitha aspektet. Sadakallahu